SPAK ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në gjykatën e posaçme kërkesën për gjykimin e Arnold Rokajt, Zambak Gjonit dhe ish-kreu të burgjeve Agim Ismaili. Të tre akuzohen për përgjim të paligjshëm të dhënave kompjuterike dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Sipas SPAK-ut, Rokaj ka aksesuar në mënyrë të paautorizuar materiale hetimore të prokurorisë, të cilat më pas i kanë shpërndar Gjoni dhe Ismaili tek persona të tretë. Rokaj dhe Gjoni u arrestuan brenda 24 orëve, ndërsa Ismaili i lirë dyshohet se ka kërkuar të thellojë përgjimin e paligjshëm. Hetimet shtesë kanë çuar në zgjerimin e akuzave dhe kanë dokumentuar shpërndarjen e të dhënave tek të tretë. Gjykata kushtetuese ka zbardhur vendimin lidhur me praktikën e SPAK-ut për sekuestrimin e telefonave celular. Sipas trupës gjykuese, veprimet e prokurorisë cënojnë lirinë dhe fshehtësinë e korrespondencës, si edhe të dhënat personale. Vendimi urdhëron SPAK-un që të shkatërrojë kopjet e të dhënave personale që nuk lidhen me objektin e hetimit, ndërsa lejon mbajtjen nën sekuestro të materialeve relevante nën kontroll gjyqësor. Gjykata kërkon gjithashtu zbatimin e garancive procedurale për vijimin e sekuestrimit dhe ngarkon SPAK-un për ekzekutimin brenda 3 muajve. Ky vendim unanim pritet të ndikojë mëgjersisht në praktikën e hetimeve për celular. Gjykata e posaçme ka pushuar çështjen për shpifje të hapur nga ish-kryebashkiaku Agron Malaj ndaj deputetit demokrat Xhelal Mziu. Vendimi u mor për shkak të mungesës së interesit nga pala paditëse. Mbrojtësi i Mziut, Marashlogu, argumentoi se deklaratat e deputetit janë bërë gjatë fushatës elektorale të 11 majit dhe bazohen në informacionet që ai mori nga strukturat lokale. Padia është ngritur pas një deklarate të Mziut një ditë para zgjedhjeve, ku ai akuzonte për shpërndarje parash për blerje votash në favor të Partisë Socialiste. Gjykata kushtetuese ka hapur për gjykim ankimin e shtetasit rus Igor Kokunov kundër vendimeve të drejtësisë shqiptare që lejuan ekstradimin e tij në Rusi. Kokunov, 62 vjeç, ishte arrestuar në gusht të 2023-shit në Muriqan, pasi ishte i kërkuar ndërkombëtarisht për vepra të rënda dhe lidhje mafioze. Ekstradimi u krye më 30 tetor, të njëjtën ditë kur kushtetuesja vendosi pezullimin e procedurës. Në ankimin e tij, Kokunov kërkon të shpallen antikushtetuese vendimet e gjykatave shqiptare për ekstradimin dhe veprimet e institucioneve të drejtësisë pas vendimit për pezullim. Seanca e radhës e dosjes Plumbi Art është shtyrë për më 20 janar në gjykatën e posaçme, pas arratisjes së të pandehurit Altin Doci nga Spitali i Durrësit 2 ditë më parë. Gjykata vendosi shtyrjen duke marrë parasysh mungesën e tij dhe urdhëroi përsëritjen e njoftimit përpara seancës përmes policisë së Durrësit, Lezhës dhe drejtorisë së përgjithshme të policisë. Avokati i Ndocit kërkoi që njoftimi të dërgohet edhe në banesën e tij, pasi mund të jetë aty, ndërsa prokurori i SPAK-ut u shpreh se arratisja nuk mund të ndalojë zhvillimin e procesit, duke theksuar se Ndoci kishte marrë pjesë vetëm një herë më parë. Prej 3 ditësh vjojnë kërkimet për arratisjen e Altin Ndocit nga Spitali i Durrësit. Kontrolle janë zhvilluar në banesa në Tiranë, Durrës dhe në vendlindjen e tij në Puk. Makina e tij është parë për herë të fundit në autostradën Durrës-Tiranë dhe më pas është zhdukur. Sipas drejtorisë së burgjeve, Ndoci u shoqërua në repartin infektiv të spitalit, ku kishte edhe pavion sigurie, dhe pasi kërkoi të shkojë në tualet, ka shtyr policët, është përleshur me ta dhe ka arritur të largohet me vrap. Një polic ka qelluar në ajër për të parandaluar arratisjen, por më kot. Ndërkohë, në kuadër të hetimeve për këtë ngjarje, prokuroria ka marrë në hetim familjar dhe të gjithë personat që kanë zhvilluar takime me Ndoci në burgun e Durrësit 6 muajt e fundit. Personat që e kanë takuar janë edhe organizatorë të planit të arratisjes nga Spitali i Durrësit. Në verifikim janë marrë tabulate telefonike të familjarëve dhe personave që e kanë takuar atë në burg. Nga hetimet rezulton se arratisja ka qenë mirë organizuar. Theksojmë se Ndoci u shoqërua pa pranga në Spitalin Rajonal të Durrësit nga 2 policë të burgjeve, ndërsa protokolli e ka 4 persona në shoqërim. Ndërkohë nga ana tjetër, prokuroria e Durrësit po heton transferimin e të burgosurit në një paraburgim të sigurisë së zakonshme në një kohë që ai konsiderohet person me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Ndoci është transferuar në maj të 2020-s në Durrës. Organi akuzës ka sekuestruar të gjithë praktikën që është ndjekur për rastin e Ndocit. Po ashtu mësohet se do të pyetet ish drejtori i burgjeve dhe zyrtarët që kanë bërë vlerësimin. Mesnatën e kaluar, 33 të burgosur me rrezikshmëri të lartë, mes tyre Astrid Avdyli, Lulzim Berisha, vëllezërit Hoxha Osmani, Orges Molla, Eugene Koka, 2 shtetas brazilian dhe një nga Venezuela e shumë të tjerë, u transferuan nga burgu i Durrësit drejt burgut të Peqinit. Në këtë listë përfshihen edhe persona të arrestuar gjatë operacioneve Ura dhe Revanshi. Operacioni u krye në masa ekstreme e sigurie, me 10 mjete policore dhe protokolle të rrepta, ndërsa kolona mbërriti në Peqin rreth orës 00:15 minuta. Vendimi erdhi pas arratisjes së Altin Ndocit nga Spitali i Durrësit,
që vuri në pikpyetje sigurinë e burgut të njohur si burgu i vipave. Pas rivlerësimit të 206 të dënuarve dhe paraburgosurve, 33 më problematikët u përzgjodhën për të zhvendosur në burgun e Peshinit. Gjykata e Apelit Tiranë ka liruar nga qelia 3 autorët e dyshuar të vrasjes së 26 vjeçarit Martin Çeço në Maliq të Korçës, duke ndryshuar masën e sigurisë nga arrest me burg në arrest shtëpie. Valter Mollaj, kushëriri i tij, Edlir Mollaj dhe çobani Bledi Angjo u lanë të lirë pasi apeli konstatoi se ishte tejkaluar afati maksimal i paraburgimit i caktuar që në qershor të vitit 2022. Megjithatë, hetimet për vrasjen vijojnë dhe 3 të dyshuarit mbeten në mas sigurie në banesë. Ngjarja e rëndë ndodhi në qershor të vitit 2022 kur Martin Çeço u vra dhe trupi i tij u hodh në rezervuarin e fshatit Kolanec. Zbardhja e çështjes erdhi pas dëshmisë së Martina Pajollarit, e cila ndodhet ende në burg. Policia e Tiranës ka arrestuar Afrim Meçëm, 52 vjeç, banues në Krujë, pasi u kap duke transportuar 60 kg kanabis sativa në automjetin e tij në fshatin Luz të Fushkrujës. Droga e ndarë në 6 thas, dyshohet të shitej në doza të vogla në Krujë dhe Tiranë, me vlerë rreth 60.000 euro. Lënda narkotike, automjeti dhe një celular u sekuestruan si prova materiale. Meçë akuzohet për prodhim dhe shitje të narkotikëve, ndërsa policia po vazhdon hetimet për të identifikuar bashkëpunëtor të mundshëm. Policia e Tiranës ka arrestuar një 18 vjeçar i cili vodhi një automjet tip Volkswagen në një vend parkim në rrugën Hajdar Hidri, duke mashtruar rojën se ishte pronari i automjetit. I riu banues në Tiranë u identifikua dhe u kap pas veprimeve të shpejta hetimore nga komisariati numër 3. Automjeti i vjedhur u gjet në fshatin Valias dhe u sekuestrua. Sipas policisë, 18 vjeçari kishte shkuar në vend parkim me qëllim vjedhjen, duke përdorur mashtrimin për të marrë mjetin. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mëngjesin e sotëm në lagjen numër 13 të Korçës, ku një zjarr ka përfshirë banesën e 70 vjeçares Fluturie Potka. E moshuara ishte paralizuar dhe jetonte e vetme, ndërsa ka ndëruar jetë nga asfiksia e shkaktuar nga tymi. Zjarri dyshohet të jetë shkaktuar nga një jorgan që ka marrë flak për shkak të korrentit. Në vend ngjarje kanë mbërritur zjarrfiksja dhe policia, ndërsa grupi hetimor po punon për të përcaktuar rrethanat dhe shkakun e zjarrit. Ngjarja rikujton problematikën e braktisjes së të moshuarve që jetojnë vetëm në kushte të pasigurta. Në Dietikon të Zvicrës ka nisur një proces kundër një 57 vjeçari nga Kosova, i njohur si Imam në kantonin Aragan, u i akuzuar si truri një skeme të ndërlikuar krimesh ekonomike që ka shkaktuar dëme milionshë. Akta akuza voluminoze përfshin 8 persona, përfshirë familjarët e tij dhe 2 bashkëpunëtorë, për mashtrime, falimentime të qëllimshme, përdorim të firmave fiktive dhe përfitime të paligjshme nga kredit e COVID-19. Imami aktualisht ndodhet në një klinikë psikiatrike dhe nuk ka marrë pjesë në seancë, duke shtyrë gjykatën për ekspertizë të pavarur. Përveç krimeve financiare, ai dyshohet për mashtrim të autoriteteve të emigracionit, duke ndihmuar familjarët e tij të siguronin leje qëndrimi me dokumente të falsifikuara. Prokuroria kërkon 7.5 vite burg dhe dëbim 15 vjeçar për të, ndërsa për familjarët janë propozuar dënime me kusht. Procesi pritet të përfundojë në fund të muajit janar. Media turke raportojnë një skandal që përfshin kryebashkiakun e Stambollit Ekrem Imamoglu, i cili aktualisht ndodhet nën hetim për çështjen e diplomës universitare, të cilën autoritetet e konsiderojnë të falsifikuar. Sipas dëshmisë së influencuesës së arrestuar Rabia Karaça, Imamoglu kishte një lidhje jashtëmartesore me volejbollisten Derya Çayırgan, e arrestuar pak orë para fillimit të seancës gjyqësore të kryebashkiakut gjatë një operacioni antidrog. Media turke theksojnë se këto pretendime nuk janë konfirmuar zyrtarisht, ndërsa zyra e Imamoglu nuk ka reaguar. Analistët nënvizojnë se akuzat dhe hetimet ndodhin në një klim të tensionuar politike, ku Imamoglu shihet si rivali kryesor i presidentit të vendit Recep Tayyip Erdogan.